Përshëndetje të dashur miq, sot do të gatoj një recetë tradicionale jani. Na duhet mish viçi, qep, udhra, djete dafine, miell, salcë, krip, piper të kuq, piper të zi. Duke skuqur mishin, sa të marrin ngjyrë të artë. Kjo i jep shije të mirë janis. Ka vërtisur qepën, shtojmë salcën. E ka vërtisur pak. Derisa ta mbulon pak mishin. Shtojmë kripën. Piperin e zi. Pak spec. 2 gjethe dafine, në kapak dhe lëm të zi derisa të zbutet mishi. Janë dhe shtoj një lugë miell, pasi unë janis i shtoj një lugë miell, varet sipas dëshirës suaj. Si e skuqim miellin, ka marrë një ngjyrë të artë, ja shtojmë gjellës. Lanë dhe 5 minuta të zi dhe janë njerë gati. Është përfundimi i janis. Miru takofshim në videot e tjera. Më ndihni dhe bëni subscribe të lutem.